Assalamu alaikum të ndërruar ndjekës të portalit të Mejlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit. Ne vazhdojmë me lejen e Allahut fuqiplot emisionet tona Ramazanin në Mejlis, duke shënuar atë më të madhen, qëllimi më të bukur, më të mirë, më të dashur, që të arrijmë kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut fuqiplot. Sonte kemi musafirin tonë të dashur, Hoxh Sabodin Jasharin, drejtues të shoqatës Ardhmëria. Mirë se na erdhët. Asalamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah, mirë se u gjetëm. Allah i dashur. Nga tema të shumta, duke munduar që këtë Ramazan ta shijojmë sa më tepër, sa më mirë, të jetë i posaçëm, të jetë një Ramazan ndryshe nga të tjerët dhe të arrijmë ndryshimin dhe atë më të mirën, dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Kur jemi tek dashuria, një nga temat më të dashura, më do mos tek besimtarit do të ishte dashuria për Allahun. Si do ta definonit? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dashuria për Allahun e para duhet pas parasysh se nuk është thjesht një emocion, por është gjendje e vazhdueshme me Allahun e Madhërisht, e cila natyrshëm burimin e ka në zemër, por që matet me mënyrën se si ne ecim drejt Zotit dhe mënyrën se si jetojmë me Allahun e Madhërisht. Ne jemi të detyruar të transferohemi te koncepti i imanit, i cili është siguri me zemër, fjalë me gjuhë dhe vërtetim me vepra. Dhe sa më le të themi shëndosh jetë ky trinov, aq më shumë vërtetohet edhe dashuria për Allahun e Madhërisht. Ndryshe me dashuri kemi parasysh një gjendje me Allahun e Madhërisht, e cila na nxit që me kënaqësi të shkojmë drejt Zotit dhe të rrim me Zotin. Kjo është dashuria për Allahun e Madhërisht. Ndryshe mund të themi dashuria për Allahun e Madhërisht është të japësh përparësi asaj çka ka urdhëruar Zoti mbi egon tënd. Prioritet ndaj çdo gjë, në çdo gjë. Prioritet me fjalë asaj çka ka urdhëruar Allahu Madhërisht. Mbi egon, mbi nefsin, mbi veten, mbi familjen, mbi interesat e kësaj bote, mbi lakmin e tjerë. Mbi lakmin, mbi pozitën, mbi famën, mbi parën. Shkoi Umar Khattabi radiallahu anhu ardahu, një ditë i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha ja Rasulullah, inni uhibbuka akthara min kulli shay'in illa min nafsi. Unë tha të dua ty më tepër se çdo gjë përveç se vetes time. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Omer, nuk mund të jetë i besimi jot i plot nëse nuk më do mua edhe më tepër se sa veten tënde. Dhe u shkput për ca kohë Umar Khattabi radiallahu anhu, pastaj erdhi dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha ja Rasulullah, unë të dua ty më tepër se çdo gjë edhe më shumë se sa vetja ime. Tha Omeri, el-ana kemu le imanuk ja Umar, el-an. Tha tash i thash plotsu imani atë. Pra ndryshe më themi me fjalë dashuri për Zotin, do të thotë me janë. Të japësh përparësi Allahut Madhërisht ndaj, gjithçka çdo të japësh përparësi. Se këtu kemi një problem që duhet të shtjellu. Në shumë raste kur flasim në këtë lloj forme, pa kuptuar mendojmë me fjalë se Allahu Madhërisht ka nevojë për punën tonë. Allahu Madhërisht s'ka nevojë për punën tonë. Mirë, po mënyra e vetme për ta lartësuar veten. Pra ai vetmi që përfiton nga adhurimi ndaj Zotit dhe nga dhënia prioritet gjithçkaje, me dhënia prioritet asaj çka ka urdhëruar Zoti ose muradit Zotit mbi gjithçka tjetër, i vetmi që përfiton është njeriu, Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po e vetmja mënyrë për të lartësuar veten në dynjë dhe në ahiret, edhe për ta lartësuar në ato nivele të larta të qëllimit për cilin e ka krijuar Allahu Madhërisht, është duke i dhënë prioritet asaj çka ka urdhëruar Zoti. Sepse Allahu Madhërisht e ka zbritur Kur'anin, ka dërguar profete për çfarë? Për ta lartësuar njeriu, për ta vlerësuar atë. Allahu Madhërisht thotë, estaizu billah, bismillah, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allahu Madhërisht ka begatuar besimtarët kur tek ta prej tyre dërgoi një profet. Yatlu 'alayhim ayatihi, për t'u mësuar atyre, për t'u kënduar argumentet e tij. Wa yuzakkihim, edhe për t'i lirësuar, për t'i lartësuar në gradë më të larta, Për t'i ngrit qendjes humane dhe të qëllimshmërisë ose qëllimit për cilin janë krijuar, për që të fitojnë kështu edhe dynjan edhe ahiretin. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, edhe ata para këtij udhëzimi, para këtij profeti, para kësaj të vërtetë që i zbriti këtij profeti, ata ishin në një humbje të vërtetë. Pra arsyeja sepse ne i japim përparësi asaj çka ka urdhëruar Zoti,
është me fjalë për të lartësuar veten tonë dhe për ta shpëtuar atë nga errësira dhe për ta nxjerrë në dritë. Allahu më ndoshta do thotë Kur'an, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është mik dhe dashamirës i besimtarëve, i atyre që kanë besuar, i nxjerr ata nga errësirat në dritë. Pra këto dy koncepte duhen pas parasysh në lidhje me dashurinë për Allahun. Koncepti i parë që dashuria ndaj Zotit do të thotë çfarë, jo emocion. Sepse kështu çdo kush mund pretendojë të thotë unë e du Zotin shumë. Shumë herë dëgjojmë që unë e besoj Zotin më shumë se unë më flas se besoj askush. Ajo çka vërteton dashurinë e Zotit çfarë është? Korrektësia me Zotin. Që do të thotë për ta shpjeguar më thjesht. Ti japësh prioritet muradit të Zotit dhe fjalës së Tij dhe hatrit të Tij ndaj gjithçka e tjetër veç Ti. Edhe ndaj pasurisë, edhe ndaj dunjas, edhe ndaj famës, edhe ndaj postit, edhe ndaj lakmisë, edhe ndaj gruas, edhe ndaj fëmijës, edhe ndaj babës, edhe ndaj nanës, edhe ndaj shtëpive të bukura, edhe ndaj vllaut, edhe ndaj motrës. Që do të thotë kur muradi i Allahut mëndush, ose urdhri i Tij, ose udhëzimi i Tij mund të cënojë interesat e njërit prej këtyre kategorive, dhe robi arrin të gjejë forcë, dhe këtë forcë mund ta gjejë vetëm se ke Zoti, për t'i dhënë përparësi vetëm Zotit. Atëherë me i fjalë ka respektuar veten, ka respektuar Zotin, por ka respektuar edhe të tjerët. Pse? Sepse me i fjalë ç'ku kuptoj me respekt. Respekt do të thotë me i fjalë që çdo kujt t'i harrosh pozitën që ka. Dhe kur ne me i fjalë i japim përparësi vetes, ose gruas, ose fëmijës, ose babës, ose nanës, mbi Allahun e Madhëshëm, ose përpara Allahut të Madhëshëm, edhe ata nuk e kemi respektuar. Sepse respekti nuk bëhet duke shkel me i fjalë norma, duke shkel të vërtetë. Kurse kur japim përparësi asaj që ka thënë Zoti, mbi çdo kënd tjetër veç Tij, ne kemi respektuar Allahun, kemi respektuar veten, kemi respektuar edhe të tjerët, duke u respektuar pozitat e natyrshme që ka dhënë Allahu më ndonjë. Ky është koncepti i parë. Pra, dashuria për Zotin do thotë të japësh prioritet muradit të Zotit. Koncepti i dytë është se i vetmi që përfiton duke i dhënë përparësi muradit të Zotit është njeriu. Bukur. Mirë po Allahu më ndonjë na i ka dhënë këtë urdhër, na i ka zbritur udhëzime për të lartësuar veten tonë. Dhe mënyra më e plotë, madje mënyra e vetme për të lartësuar veten është duke i dhënë prioritet kujt? Asaj çka ka thënë Zoti, domethënë duke e dash Zotin më tepër se kurdo herë, këtë do të jetë vështirë. Domethënë, rruga e vetme për të lartësuar veten në dynjën e në ahiret është duke e dash Zotin më tepër se çdo kënd tjetër vështirë. Subhanallah. Ramazani si një muaj, një shans, një mundësi e madhe për njeriu. Sigurisht do të ishte një mundësi e madhe që njeriu të arrijë kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut fuqiplot. Cilat vepra ju do t'i dallonit në këtë muaj të Ramazanit që ne t'i shpeshtojmë sa më tepër? Janë shumë vepra me i fjalë. Vetë gjë e parë që duhet të kushtojmë më mirë është vetë agjërimi. Kujdes. Kur vim Ramazan, vepra dominante është agjërimi. Ramazani është muaji i agjërimit. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran wa dal lin-nas wa bayyana min al-Quran. Ramazani është ai muaj në cilin është ka zbritur Kurani që është udhëzim dhe huda me fjalë dhe dallues me vetëm nga kjo. Por na thot njëkohësisht kutiba aleikum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ju është bërë obligim agjërimi ashtu siç atyre para jush që ju të arrini devotshmërinë. Që do të thotë me fjalë, synimi i agjërimit kush është arritja e devotshmërisë. Me devotshmëria çfarë është? Ai çka tha pak më sipër. Të gjesh forcë dhe takat, të japësh përparësi Zotit mbi çdo kënd tjetër vështirë. Kjo është devotshmëria. Dhe është edhe një element tjetër, dhe kjo gjendje tjetër vazhdueshme me Zotin. Por nëse në një moment caktuar ka një lloj deviance, të gjesh prap forcë për të kthyer prap në rrugë. Kjo është devotshmëria. Gjithmonë ta mbash Allahun e Madhëshëm në krye të listës, në krye të agjendës së jetës tënde. Dhe në momentin që mund ndodh ndaj devijim, të gjesh forcë prap me e vendos Zotin në krye të agjendës. Prioriteti më i madh. Kjo është prioriteti. Dhe si bëhet kjo? Në Ramazan kemi një paketë adhurimesh. Kryeson kush? Agjërimi. Ne në Ramazan sikur mos bëjmë asgjë tjetër. Normalisht pa diskutim 5 vaktet e namazit, kuptohet. Sikur mos bëjmë asgjë tjetër, në fjalë flasim për Ramazanin. Përveç se t'i japim hakun agjërimit, ashtu siç ka urdhëruar Zoti dhe ka udhëzuar pejgamberi sa, kjo do të na mjaftonte. Prandaj kujdes. Nuk jepet përparësi leximit Kur'anit mbi agjërimin. Nuk jepet përparësi dhikrit mbi agjërimit. Nuk jepet përparësi namazit nafile mbi agjërimit. Normalisht namazi është gjithmonë prioritar, 5 vaktet e namazit. Në Ramazan agjërimi
është mbi gjithçka tjetër. Pra pse? Sepse është farzi i farzeve në këtë kohë. Pra flasim në blok gjatë gjithë muajit. Pse? Për arsye se është elementi kryesor, adhurimi kryesor që realizon për qëllim të madh. Cili ishte qëllimi? Ti jesh me Zotin, ti jesh korrekt ndaj Zotit dhe ti japish kesh forcë, të gjesh forcë me dhënë përpara Zotit ndaj gjithçka tjetër veç ti. Kjo është gjëja kryesore. Por brenda kësaj gjendje, për mua ka diçka tjetër shumë të rëndësishme. Që është me fjalë ta ndjesh Zotin në Ramazan. Madje me fjalë, Ramazani për mendimin tim është një trajnim se si të jetosh me Zotin për brenda teje. Ai që arrin të realizojë këtë lloj jete me Zotin për brenda vetes, një mujërisht ai do të di se si ta jetoj Zotin, me Zotin. Edhe brenda vetes ti, edhe jashtë ti, pra dhe jetën e përditshme gjatë gjithë vitit, sepse Ramazani është trajnim. Ku e gjejmë në këtë kuptim? Tek hadithi qudsi ku thot Allahu më shumë, kullu amel ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Çdo punë e birit Ademit është për të, përveç agjerimit. Ai është për mua dhe vetëm unë është për leja ata. Vetëm unë me fjalë dita shpërblej ata. Do të thotë çfarë është agjerimi është sekret mes robit edhe Zotit. Prandaj edhe gjatë muajit Ramazanit, këtij aspekti duhet i kushtohet vëmendje edhe çfarë. Më tepër. Ti jetumit vetë për vetë me Zotin. Po për brenda edhe duke punu, duke qenë zyrë, duke qenë nar, duke qenë ndërtim, duke dhënë mësim. Pra është gjendje e brendshme me Allahun e manush, është një ftesë e madhe për të përbrendësuar, për të kthyer ke vetja me zbululet e mi, të metat e vetes, në thellësitë e shpirtit, në minjerat e thella të shpirtit, me i pikase dhe me fillu me i kuru, me i fjalë dal nga dal, shkurtimisht me i fjalë, është me i fjalë mu i zbulimit vetes, në njërën e kujt, në njërën laboratorit të agjerimit, i cili mundson vetë çfarë kushtet e vërtetshme mes teje dhe Zotit për ta ushtruar ashtu siç duhet me fjalë. Këtë lloj praktike në këtë laborator hynor. Pra ne mos tek ky element. Muaj Ramazanit është një mundësi me jetu me Zotin. Mes teje dhe Zotit. Të kemi një lidhje më të fortë. Lidhje të fortë, pa edhe komunikim të brendshëm me Allahun e manushëm. Subhanallah, jeni të njohur se pari unë ju njoha nga tefsiret e juaja, nga komentimet e juaja, të thella, të meditimet të thella dhe do të ndaja kurimin tek dashuria. Allahu fuqiplot i ka ndarë disa grupe në Kur'anin famlar. Ato të cilët i don dhe ato të cilët Allah na ruajt nuk i don, por këto të cilët Allahu fuqiplot i don. Si do të na tregonit? Allahu manushëm rreth parë të gjithë i don pavarësisht, këtë duhet pas parasysh. Allahu manushëm ka krijuar njeriu sepse e don atë. Por njeriu me fjalë, pra si thot Allahu manushëm, inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a, walakin an-nasa anfusuhum yadhlimun. Allahu manushëm nuk i bën pavarësi as kujt, por njerëzit i bën pavarësi vetes. Thot Allahu manushëm, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Dhe pastaj pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne alam trashëgimi këtë libër atyre që përzjodhen për robët tonë. Ka fjalën këtu, besimtarët, muslimanë. Por, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah. Dhe ka për tyre me fjalë që i bën kujt pa drejtësi vetes vet, me zullume, domethënë me mëkate. Wa minhum muqtasid, dhe ka për tyre që bën edhe mirë dhe keq. Wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah. Dhe ka për tyre me fjalë që janë avangard në të mira, janë shumë përparimtar, para kanë ecë para në të mira me lejen e Allahut të Madhëshëm. Pse na kufizon këtë Allahu Madhëshëm, me lejen e Allahut të Madhëshëm? Sepse edhe ai që bën keq me lejen e Allahut, pra me Allahu ka leju. Bukur se po të mos dëshiroj kështë të bëj keq. Me pa kufizon për këtë tretin që të thotë me fjalë mos ju hipi vetën qef. Sepse shumë mirë mund të jeni si ato të parët. Ose si këto ditë transmetohet për Abdul Qadir Shilanin. Një ditë ishte duke ecë me nxënësit e tij. Nxënësit e tij në një trotuar pan një person me fjalë të mbledhur në rreckat e tij dhe ishte i dehur. Dhe nxënësit me sa duket filluan ta përçmojnë gjendjen e tij. Këtë të dehur. Dhe ky kur kaluan aty pranë, pra Abdul Qadir Jilani me nxënësit e tij, i thiri, ja Abdul Qadir, halillahi qadir am ghayr qadir. Abdul Qadir, a ka Allahu Madhëshëm fuqi, as ka fuqi? Abdul Qadir me njëherë ju përgjigj, belillahi qadir.
Tha absolutisht, Allahu ka fuqi, ka mundësi. E pyeti për zdyti, helillahi qadir më ghairi qadir. A ka Allahu mëndshëm fuqi, as ka fuqi. Abdul Qadri edhe më njëherë prap reagoi, po edhe më fuqishëm dhe më shpejt, por tashmë edhe më i prekur. Helillahi qadirun qadir. Pra reagimi, bashkëveprimi Abdul Qadrit me këtë person që ishte i dehur, ishte i çuditshëm saqë edhe nxënës i çuditshëm. Dhe tha Abdul Qadri, po si, tha Allahu qadir, Allahu mund ka mundësi. E pyeti për streti, helillahi qadir më ghairi qadir. A ka Allahu mundësi, s'ka mundësi. Ka Allahu fuqi, s'ka fuqi. Abdul Qadri akoma dhe më shpejt dhe më ngul, me këmbgulje ju përgjigj duke thënë helillahi qadir. Allahu ka fuqi dhe fillon duke qarë me ngashrim, me të madhe. Sa të çuditë, çfarë është kjo gjendje? Sa çfarë ishin këto komunikime, çfarë ishin këto rumuze? S'mora vesh asgjë. Tha ai që ju tha për çmuat. Me pyeti herën e parë, o Abdul Qadir, a ka Allahu fuqi me bë mua si ti apo s'ka fuqi? Me thash patjetër ka fuqi me të bë mua si ty si mua. Tha a ka Allahu mëndshëm fuqi me fjalë me të bë ti si mua. Thash po si ka mundsi patjetër ka mundsi. Ka Allahu mëndshëm fuqi me bë mua si ti si mua. 3 herë thash, po si, Allah më dhëshë ka mundësi. Pra përfituroj, edhe pse ishte i dehur. Kishte një vetdije shumë madhe lidhe me Zotin. Mi po, nefsi ti në ato momente e kishte mund. Pra me Allah më dhëshë vendar opte vetë. Thumë aurathnel kitab alladhina istafajna min ibadina. Pastaj ne u alam librin trashëgimi atyre që i përzgjedhën për robët tonë. Fa minhum zalimun li nafsihi. Ka për atyre që i bëjnë padrejsi vetes vet. O minhum muqtasid. Ka për atyre që bëjnë mirë dhe keq. O minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah. Me ka për atyre që janë avangard. Pra shkojnë shumë përpara me të mira, me lejen e Allahut të mandosh. Të doj Zoti do të thotë që të doj gjithçka. Allahu mandosh të thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna Allah idha habba fulanan, nada Jibril. O qali ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahib. Kur Allahu mandosh me do filanin, e thret Jibril alayhi sallam dhe i thotë, o Jibril, unë dua filanin, prandaj ti duaj atë. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. O banorët e qiellit, pra me lajka, Allah më nëshë do filan, pra ndër i duhen. Thumë ju da u lehul kabula fil ardh. Pas të këti njeriu i vendoset pranimin tokë, dhe me thanë, e dun edhe njerëzit. Çto thotë të doj Zoti? Thotë Allah më nëshë në një hadith tjetër kutsi, ma taqarraba ilayya abdi bi afdala mimma aftaratuhu alayhi. Nuk mund të më afrohet robi me i punë më të mirë se sa obligimet, se sa farzët. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dhe akoma vazhdon të më afrohet me nafile, me namazë vullnetare, agjërim vullnetar, sadaka vullnetare, dhikr, lexim Kurani. Pra me punë të hajrit vullnetare, ibadet vullnetare, derisa unë ta du. Atë. Mi vazhdo thotë të doj Zoti, fa idha ahbabtu. Dhe kur unë dua atë, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. Thotë kur unë ta dua atë do të jem veshi për të, do të jem për të veshi me cilin dëgjon, syri me cilin shikon, dora me cilin prek dhe punon, dhe kamba me cilin të hec, edhe kur ai mjafton të më lutet, për ai mjafton të më lutet dhe më njëherë jap, dhe mjafton të më kërkoj më njëherë i përgjigje. Pra dashuria e Zotit ndaj robit është makami më i lartë i dunjas që arrin kush ai që me të vërtet ka stërvit dhe ka kalit veten e vet për qenë gjithmonë me Zotin edhe për gjithë forcë me i dhënë gjithmonë përparësi Zotit. Dhe me të vërtet muaj Ramazanit është muaj i stërvitjes për të arritur këtë makam. Me Allahun e Madhëshëm, sepse atij që Allahu i dhuron dashurinë e tij i ka dhuru lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër, i ka dhënë xhennetin para xhennetit. E fut në xhennetin e dunjas para xhennetit të ahiretit. I nderuar, mbas marrëdhënieve me Allahun fuqiplot, njeriu ka marrëdhënie të rëndësishme në këtë dunja, në këtë botë, marrëdhëniet me njerëzit, me dhe më subhanallahu, njeriu po të kishte dashurinë ndaj Allahut fuqiplot, do të përmirësonin edhe marrëdhëniet tona njëri me tjetrin. Ne lutim Allahun fuqiplot që Allahu të na shtoj dashurinë për Allahun dhe për njëri tjetrin. Mesazhi i fundit për këtë Ramazan.
Një nga treguesit kryesor që Allahu bandush me don robin është dashuria e njerëzve për të, ose e pakta respekti i njerëzve për të. Sepse në dynja ka shi një person i caktuar, mund të ketë edhe njerëz që nuk e duan, por e respektojnë. Pejgamberi nuk e donin gjithë, ama gjithë respektojnë. Se pra, sahabët e tij, besimtarët lenin edhe kokën e tyre për të. Por politeistët, edhe pse nuk e donin, e respektojnë. Prandaj thot hadithi që tham pak më sipër, thumma yudau lahu al-qabulu fil ard. Pastaj vendoset pranimi në tokë. Domethënë, nëse shikon dikë që buzëqesh, njerëzit e respektojnë, njerëzit e duan, dhe njerëzit shprehin çfarë respekt për besnikrinë e tij, për besueshmërinë e tij. Pra thonë njerëzit, ky njeri s'gënjen asnjëherë. Këti njeri duhet me ja besu këtë gjë. Ky njeri është i mirë, ky respekton mikun, respekton prindrin, respekton bashkëshortin, respekton kolegët. Ky njeri me po ja besove diçka, nuk e shkel asnjëherë monetin. Për këtë njeriu s'ke asnjëherë dëm. Ky njeri po patë diçka në dorë, nuk kursehet me ta bëjë një të mirë. Etj. Më radh, këto janë dëshmi prej Allahut mëndush në gojën e robëve. Thot pejgamberi sa një ditë kaloi një xhenazë. Dhe pejgamberi sa më tha wajibet. E meriton. Kaloi një xhenazë tjetër. Prapë tha pejgamberi wajibet. E meriton. Sahabët i thanë pejgamberit, po çfarë ishte kjo? Tha pejgamberi, kur kaloi i pari, u thot, shoqëri Zotit shpëtuam prej tij se s'ka lënë të keqe po na bë. Allahu mandushëm, tha ishte në xhenem. Sepse me fjalë ju jeni dëshmitar të Zotit. Për të dytin thatë me fjalë, çfarë? Njëri më i mirë se s'ka pas. Njëri më i dashur, më i respektueshëm, më i besueshëm, njëri më që ka respektuar nderin, ka respektuar gjakun e tij, pasurinë e tij, si ka bërë keq gomshiu, ka respektuar prindin, ka punuar për halal etj. Dhe Allahu mandush e pranoi dëshminë tuaj dhe futi në xhenet. Dhe tha pejgamberi antum shuhada Allahu fil ard. Ju jeni dëshmitar të Allahut mandush në tokë. Treguesi kryesor, një nga treguesit kryesor, madje mund të themi treguesi kryesor i dashurisë së Allahut mandush me robët është dashuria dhe respekti i njerëzve për të. Subhanallahu. Allah shpërbleft, Allah i nderoft. Elusim Allahun fuqi plot që të na zbuzë zemrat tona, të na afrojë zemrat tona njëri tjetrit. Elusim Allahun fuqi plot që ky Ramazan të jetë ndryshe nga të tjerët. Allah i nderoft. Të nderuar ndjekës të portalit të Mëxhlisë së Bashkisë me Tulçinit, ne vazhdojmë emisionet tona. Elusim Allahun fuqi plot që t'i beqatojmë mirësitë e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Shihemi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.